أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Hamdi dhe falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Ndërsa salat dhe selamet e dërgojmë Resulullahit alayhi salatu wasalam, familjes së tij të ndritshme, shokëve të tij fisnik dhe besnik, dhe me gjithë ata të cilët pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të dashur vëllezër besimtar, fillimisht Allah i qoftë razi për çdo njëri prej juve për prezencën, edhe elusi Allahin Azza wa Jall që iniciativa mos talet asnjëherë. Do të thonë ta vazhdoni iniciativën se nuk është me rëndësi sa është numri, me rëndësi është sa është vazhdimësia. Pejgamberi alayhis salatu wasalam thotë, puna më e mirë te Allahu Azza wa Jall nuk është ajo që e bën më një herë shumë edhe e ndal, po ajo që rrjedh ka pak, pikon ka pak. Kështu që mbane këtë pjesë që me piku vazhdimisht ku është rruga e davetit dinit Allahut Azza wa Jall. Në temën sot që kena përgjigjur me bisedu bashkë me juve janë tema që xhallar ditë për ditë diskutojnë. Nuk është një temë e rrejtë që mundesh me pa me një prizëm sefte dikush me diçka më të rrejtë. Tema që diskutojnë sot xhallar të diskutojnë indirekt. Ne sot kemi hi pak më direkt. Se dënjëherë kur folna ne për Allahun Azza wa Jall, për pejgamberin alayhis salam, çka është jeta realisht. Ama kur do të folna sot se çka është ekzistenca, se shumë prej neve ndonjëherë ekzistojnë, nuk jetojnë ne. Do të thonë ne na vetë si ekzistencë, mandej kuptojna se çka është dallimi mes ekzistencës dhe jetesës me Allahun edhe si bëhet njëri shembull. Do të thonë sikur titullin që kena vendosur, do të thonë te lajmërimi. E para, për me kuptu më drejt që këtë çështje çka folna ne sot, pikën e parë që kam zgjedhur me ju me diskutu sot është që kur kënaqesh ndonjëherë, ai thu dikujt na jam të kënaqur të ekzistu, ai thotë jam të kënaqur të jetu. A ka dikush që ndonjëherë përdor u kënaqur të ekzistu në këtë tokë? Po s'mundesh se njëri nuk kënaqet të ekzistu se ekzistenca është diçka që nuk ki shije. Po zënjani kur kënaqet, atu kënaq me çka? Me shijen. Thon te ekzistenca pika e parë, domethënë qëllimi kryesor, dallimi mes jetesës dhe ekzistencës sa që ne ndonjëherë do puni bojna, edhe pse i bojna se i na turdhnuve. Për shembull fal namazin ti e fal shkele shko se ti i urdhnum. Namazi pa shije i bie veç të falën që me hek qafe. Ne nuk e falën namazin me hek qafe, ne e falën namazin me tumë namaz. Do të thonë, çka është dallimi, do të thonë esencial që e kuptojna prej fillim. E dashur vëllezër besimtarë, e dyta është shumë njerëz i kalojnë, hajnë, pijnë, punojnë, flejnë, çohen apo të punë, nuk ka kur gjë, non stop e ka jetën normale, ama diçka ti mungu. Do të thonë, nuk ka rahat, ju ka bë dosat në jeta. A është transmetuar herë që pejgamberit alayhis salatu wasalam sahabi ju ka bë dosat në jeta? Do të thonë, ku ne i bëu dosat në jeta? I bëu veç atyve që ati mungu shija, ati mungu kripa një mek, sa të shiju mirë. Do të thonë, ti të hangit, e mush barkin, okay, ti jeton si ket, ama ne dojna një gjallëni. Do të thonë, daveti kur folna me pat knatësin davet, i bie që mu gjallëru daveti. Jo valla, jam të bëu davet, pse të bëu davet? Thojnë muslimanë se po ma iniciativa vepro ligjërata, po ma nuni ligjërata, po mojna xhallar. Nuk është kjo, ne mojna davet se ne dojna moj davet. Ne smojna davet për me ditë tjetër nëse bojna davet. Do të thonë, çka është dallimi esencial që e dallon jetën, do të thonë me Allahun, edhe jetën me ekzistencën që ti këtu ndoshta e ki Allahun, ama Allahu nuk është shija jote, do të thonë vazhdimisht. E tash lynd pyetja e parë. Çka është ekzistenca? Për shembull, kur ndalesh edhe detajizon, për shembull filozofët islam, edhe ato që dietarët islam, sidomos Ibn Taymija ka folur shumë për ekzistencën. Kur e merr Ibn Taymija dhe analizon se çka ka folur për ekzistencën, gjen shumë definicione. Na mundumi për shkak disa pyetje që ne me kuptuam me çka temën tonë. Për shembull, s'kena ardhur sot ne fol për ekzistencën. Ne kena ardhur sot me thon çka është ekzistenca edhe çka është jeta. Do të thonë, ne çka me bëu, me ekzistuar, me jetu. Do të thonë, kena marr veç ato pyetje që na hyn neve në punë. E para është ekzistenca është kur njeri zgjot pa qëllim. Çosh në sabah, kur gjo nuk e di çka kemi brenda ditës, do të thonë, çosh kur rafsha mos u vrafsha. Po shkon muslimani kështu. Ti çosh, do të thonë, hala pa lindilli për çka? Çosh me qëllim e fal sabahin. Mase i shka ban ti ban dhikrin, do të thonë, ti ki qëllime prej fillimit ditës tani, nuk jeti që çndron valla çona, kur vllajtu çova, ha pak buk, po dal një kafe me vaktin, nuk ka kjo jetë. Nuk ka kjo jetë, kjo quhet me harxhu kohën me shku te Allahu Azza wa Jall. Jeta kur ti çdo moment e shijon. E dyta, jeton ama e ka jetën këtë rutinë. A ti shkon punë, kthehesh pi pune, vjen te shtëpia, tu ka bërë rutinë jeta. Do të thonë, njëri që ekziston i ka këto dy. E treta është e ndjek dunjallëkin, ama ahiretin i çe mendon. Ti e fal namazin se tu të shtëpia Allahut, ama se fal namazin se beson se namazi të ngrin xhennet. E katërta është nuk ka lidhje të fortë me Allahun. Për shembull, çto njerëzit që s'janë të lidhur të fortë me Allahun, nuk i shem shumë ligjërata. Do të thonë, çto shka i veç ekzistojnë edhe nuk jetojnë, ti nuk i shesh shumë davet, nuk janë të kyç davet.
Njerëz që jetojnë dinin ai vjen me gjithë çep ligjërat. Ai s'pret me thirrë ai vllai të ardh se duket më mirë se ka më shumë njerëz. Jo, ai vjen me qëllim, ai është i pari që vjen. Domethënë, çtu është ai dallimi esencial dhe e fundit është i kalojnë ditët pa lënë xhurm dikon. Për shembull, a interesohet dikush për ty? Kështu sinqerisht, pyetje, do thonë sinqerisht për çdo njërin, kur shkon ti dikon, a ja le dikujt na amël. E di më thon, valla ke filani i biri filanit, shumë u kënaqem me këtë njeri. Apo jo, ke di erdhe shkove, kërkush nuk e vren që ti ka dikun prezant. Do thonë xhurm kërkon nuk lepse se veç ekziston. E tash e marr në ajetin kuranor që Allahu Azza wa Jall fol për këtë që na të fol deri tash. Për shembull Allahu Azza wa Jall thot: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Allahu Azza wa Jall thot: "Kush largohet prej përkujtimit tim." Do thonë ai falet na herë, i ban do punë, ama nuk është i sinqert në atë çka e ban, thot kena mja bon një jetë të rënë, një jetë ngushtë. A ditë ngushtohet gjyksi ti kur gjoski, as një belase ki, të ngushtohet gjyksi. Pse? Se ja kinis shumë mu largu pi përkujtimit të Allahut, e përkujtimi i Allahut është namazi, është agjërimi, është domethënë dhikri që e bën ti. Vazhdimisht janë adhurime të ndryshme. E për këtë arsye Allahu Azza wa Jall ta jep qartë. Kush largohet? Ai largu pi rrugës të përkujtimit të Allahut, vallahi s'mundesh me pa ti jetë lumtur. S'mundesh. Është barazim me zero. Pse barazim me zero? Se ti nuk mundesh me dal kashis që ai kuranor. Do të thonë, nëse mendon ti se pa Allahun je i lumtur, ti mundesh me pa të kënaqësi momentale, ti mundesh me pa të lumturi momentale, unë folna për lumturi të vazhdueshme. Për shembull, sa herë që ti kur e shen një jo besimtar, edhe ti e sheh vetëm tani i thu vetes, elhamdulillah, shumë jam i kënaq. Pse je i kënaq? Se unë jam musliman, ai nuk është musliman. Unë e hin në xhennet momentin që e përfundoj jetën, ai ku shkon? Do të thonë, që kjo është ajo lumturia me jetesën me Allahun Azza wa Jall që e bën vazhdimisht. E Ibn Qayyim ka një thënie shumë interesante ku thotë, në zemra e dini çdo njëri pi juve sa do të thonë një boksin e njerit. Zemra është e mushtë me disa pjesë. Shumica dërmuese e zemrës, që thotë Ibn Qayyim thotë, është një zbrasti e madhe nëse Allahu nuk është brenda. Për shembull, këshire ti mundesh me lipën, dikush e lip kënaqësinë pasuri. Edhe shumë njerëz e kanë arrit pasuria, ama e kena pa rahli saj se kam rri lumturinë. Ti ke mri më bë diçka, ama hala nuk i të kënaq ti. Se çka do çaja pasuri kur ti s'kënaqesh? Çka do çaja pasuri që ti jale trashëgimtar, ose për shembull, dikush do marrit autoritet te njerëzit. Çka do të autoriteti te njerëzit nëse ti nuk i të ndjej që tu çka i të bë. Do të thonë ne këtë kena me kthie me largu ekzistencën edhe automatikisht mu lidh me jetën e përditshme. E dashur vëllezër besimtar, do të thonë pika kryesore që kësaj pjesë të ekzistencës është që ato s'kan shije. Thonë çket me mojt pak më detajisht ligjëratën që pikën e parë, pikën kyçe çka e kanë ato që ekzistojnë edhe ato që sjetojnë, janë ato të cilët nuk kanë shije, do të thonë veprat e veta. E dashur vëllezër besimtar, tash vazhdojmë në pjesën e dytë që është tash mos i folëm për ekzistencën, atëherë çka është jeta. Për shembull ti Islami, ne kena një problem në herë që ja nis na fol na haram, ama ne nuk jap na opsion halal. Do të thonë Islami kur nuk ta ndalon ty në çast, më thon ti, çket mos e bën, ama automatikisht ta ka thon këtë tjetër mbane. Për shembull Islami ta ka ndalu ti pirën e alkoolit, ama këtë tjera ti ka, do të thonë ti ka leju. Islami ta ka ndalu ti zinojën, ama ta ka leju ti martesën, edhe të ka urdhëruar për martesë. Do të thonë nuk mundna në këtë çast më thon, veç çtu, veç fokus me një pjesë. A pjesën tjetër ne nuk guxojmë kon fanatika me pa vesh një pjesë. Nuk mundesh me sqaru dinën e Allahut ti nëse nuk e jep edhe këtë pjesë edhe këtë pjesë. Sa kur ligjërohet për haramin, ligjërata pasuese ulemat e kanë bëu që me fol për halalin. S'mundesh me fol ti haram, se pastaj jo rastisht mendojnë disa njerëz se hoxhallar, ulemat folin veç për haram. A di pse mendojnë se ashtu? Se hoxhallar në herë tu dosh xhamati me largu pi haramit e gabojnë metodologjinë edhe folin për haramin. Po s'm do të mos që fesh ka veç në haram çon, e kupton? Nuk më do të që fesh që fol veç për haram. Unë duani fesh kanë fol edhe për halal. Duani fesh që mi lejon disa sene. Islami këtë lejon. 98% e dinit është lejes. Lejohet me hëng, lejohet me pi, lejohet me jetu, lejohet me martu, lejohet me shkollu. Këtë lejon. Shkandalohet çato Allah azza wa jall ti kalon do teste. Edhe merak i njerit është me shku çdo teste. Do të thonë haram është zinaja pa e provu se ka, do të thonë se ka çare njëri. Pse se do me shku? Pse se ta kalon Allah këtë indin, se mos me pasdash, është një gabim i madh. Dikush te çka pjesa do ndalen një kaçore për me shumë me ndërlidh pjesën e dytë. Dikush thotë unë se du haramin, këshire. Ka një dallim të madh këtu se më paslan Allah te çdo njeri mos me dash haramin, atë rast njeri s'kishte bë haram. Njeri e bën haramin se e do. Do thonë njeri realizon një haram se e do. Ne shkali me bë. Kur e forcon ti devotshmërinë, çatë haramin se do. Allah azza wa jall çdo njeri në gjyksin e vet ja kalon me dash haramin. Ti e do haramin, ama në momenti kur e kupton se Allahu nuk e do, ti e bind vetën tani me ju nështru Allahit. Se mu paskon për shembull, mu paskon që ti nuk ki çasje hiç te harami, atë shkësht e kanë kjo pezoj, no? Një shembull, do të thonë, një shembull thjesht, nëse Allah azza wa jall e kishte lënë që ne mos me dash haramin, atëherë asnjë njeri në rrezull toksor nuk kishte realizuar haram. Po Allah e ka lënë që më kon tërhec haramin dhe ti me dash haramin, në momentin ti tu afro te harami, e kupton se e ki devotshmërinë me veti, edhe çfarë devotshmëria ti largon mbi haramit. Janë çështje që ndërlidhen njëra me tjetrin. E tash vazhdojnë atë jeta. Çka është jeta e vërtetë?
Për shembull, është ajeti kuranor e Allahut Azza wa Jall, se çka ajeti kuranor është për çdo besimtare i vogël, i madh, plak, në ditë para vdekjes, në ditë para, domethënë jetës, ekziston kjo ajet për çdo njeri. Allahu Azza wa Jall thotë në Kur'an: "Men amila salihan min dhakarin aw untha falanuhyiyannahu", "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Për shembull, çka ajet kuranor kur e komenton Ibn Kathiri, i jep 3 çështje. Ne kemi marrë vetëm një çështje. Allahu Azza wa Jall thotë: kush punon vepra të mira, është ajet decid, nuk është ajet për shembull gjithë përfshirës. Nuk është më thënë për shembull çka ajeti i përfshin krejt, çka ajet është decid. Do thonë Allahu Azza wa Jall thotë: "Men amila salihan min dhakarin aw untha", kush punon vepra të mira pi burrave apo pi grave, wa huwa mu'min. Do thonë nuk fol kjo për jo besimtar, do thonë kjo fol për besimtar. Kush bën punë të mira, do thonë prej burrave grave dhe është besimtar, fala nuhyiyanna, kina me ta xhalloruti jetën, do thonë kina me ta botin jetë shumë të mirë. Nuk ka opcion dytë. Allahu Azza wa Jalla levesh një opcion. Ka mujt me thonë, ai i cili e fal namazin, po namazin hyn te veprat e mira. Ai i cili e zakatin, po zakatin te veprat e mira. Se dallimi mes veprës mirë dhe obligativës është që obligativën s'ki çare pa e bë. Vepra e mirë është që e bën ti vazhdimisht. E për këtë arsye Allahu Azza wa Jalla e jep çart. Kush bën punë të mira, prej besimtarve, që është burr ose gruaje, kena me ta bëni jetë mirë. Nuk ka shanca teorike as praktike me pat një jetë mirë besimtari jashtë se të bëj punë të mira. E kush mund të bëj punë të mira? A mund të bëj punë të mira aq se një Allahu Azza wa Jall? A mund të bëj? Po mund të bëj. Mund të bëj, ama të çka jeti nuk hi. Pse nuk hi se Allahu ta ka dhënë wa huwa mu'min, do të thonë është besimtar. Ti mundesh me bëse, për shembull, ka jo besimtar që e bën një punë të mirë, për shembull, ka shpike, a ndodhi korona. A e shpikon një besimtar të shpikon vaksinën? Punë e mirë që e shpikon. Do të thonë pse se të ndalon tipi virusit, ama hitet çka jeti jo. Ne na të fol veç për besimtarët musliman. Do të thonë ato besimtarë që bëjnë punë të mira. Do të thonë Allahu Azza wa Jall po thotë ti nëse bën punë të mira se kur nuk e njeh Allahun, s'mund të bëj punë të mirë. A ti ç'i bie puna me njoft Allahun? Ti je njeri, edhe do të thonë puna e mirë është këtu. Allahu Azza wa Jall të mëson. Për shembull, çto drita që janë këtu jo. Nëse i kut na dikun kablllat, a del dritë? S'ka shans me dal dritë, ngjite kabllin. Allahu Azza wa Jall po thotë ngjite kabllin o musliman se tu ka dik, ti si tu dit, çish me bojë jetën tënde të mirë, po të kallzoj se veç me punë të mira ti mund të pa dritë në jetën tënde dhe pa jetën tënde të mirë. Për këtë arsye ne e kuptojmë e para është puna e mirë, e vazhdueshme që e bën vazhdimisht. Çish e bën ju këtu si shoqat, vazhdon që ty ka me ta lumturuar jetën. A ti nuk ndihesh indiferent në shoqni. Ti nuk ndihesh për shembull njëri i tepruar në shoqni, ti e ndjen jetën tënde se je gjallë. Ti e xhalloron umetin, se ti vetë je gjallë. Nuk mundet me bëu dikush mirë kur nuk është mirë me Allahun Azza wa Jall. Nuk mundet me mësu dikush me bëu mirë kur ai për vetes di me bëu mirë. Do të thonë, e para është që ju e dini me, do të thonë për veten e juve se çish bëhet mirë, edhe ju doni me bëu edhe për tjerë. Për vllazërit me mësu dinin, ju keni bëu takim, për me mësu dinin pse? A merr dikush pi me parë këtu, a paguhet për në ligjërat? Valla shumica e muslimanëve nuk paguhen për me ardhur ligjërata, as me ngu ligjërata. Po pse vin ligjërata? Vën me mësuni dimension të fejes me bëj jetën e vet më të lezetshme. Veç me din muslimani mund të kuptojë jetën. Veç me iman në Allah, me xhallërinë e imanit mund të më ka njëri që e jeton jetën vazhdimisht. E dashur vëllezër besimtar. Një analizë shkurtë kanë bërë dietarët ajetit kuranor më lart. Kam e lexuar analizën shkurtimisht. Për shembull, ajetin që e lexuam më lart është për të bën një jetë mirë. Allahu Azza wa Jall në çka ajet, a tha që me pat pasurinë me pat jetë mirë? Jo valla nuk tha. Allahu Azza wa Jall a tha se te ajeti kuranor me pat jetë mirë, stip me pat sprova? Jo nuk tha. Allahu Azza wa Jall se përmeni as pasurinë, as provën se përmeni te ajetin. Allahu Azza wa Jall tha jetë mirë. E cila është jeta e mirë? E para. Jeta e mirë është me pat zemrën e qetë. Mja u tregu një ngjarje është e gjatë. Kisha dash veç atë mësimin e fundit një ngjarjes të një miliarderit që e thot njëtën e vetë. Thot pasha madhrinë e Allahut, musliman. Ama musliman që ka qenë duke ekzistu, jo duke jetu. E kisha dhënë këtë miliardat e mia që i kam, është gjallë hala. Këtë miliardat e mia, veç njëherë ta shijoj të kënaqen zemrën tënde në qetë. Për shembull, a pagun ti që shkon shtratin tan, edhe shtrihesh i qetë, asnjë problem se ki zemra rahat e ki, asnjë problem shëndetësor, asnjë problem të jashtëm. A falenderoj Allahun Azza wa Jall për çket. A pagun ti diçka për çket. Ata ka borxh Allahu Azza wa Jall me ta dhënë ajrin pa parë. Ata ka borxh Allahu Azza wa Jall ujin me ta dhënë pa parë. Ata ka borxh Allahu Azza wa Jall mi thon trupit tan me funksionuar në rregull, mos mu çut çelizat kundër vetes me kriju kancer. Ai thua Allahu Azza wa Jall në alhamdulillah. Do thon zemra e qetë është e para me jetu jetën e lumtur. E dyta është lidhja me Allahun Azza wa Jall, që çdo njeri e dini këtë pjesë. E treta është qëllimi i jetës.
Zgjon muslimani mu çun sahabë dhe më thon, valla s'pedi, ku rrafsha mos u vrafsha. Nuk ekziston kjo thënie, do thon terminologjinë e shariat të Allahut azza wa xal. Po dalun e shkat baj, di. Do thon jo ti, më mirë rrin shtëpi, edhe cakto qëllimi ku do më mri. Ndoshta në fillim ke pa tran. Është tran me caktu qëllim, për shembull, është tran çto 3 që janë këtu, që janë shkolla fillore dhe shkolla të mesme, me thonë unë pitash, du më bëni hoxhi suksesshëm, është tran. Se kërkon sakrificë, kërkon punë, non stop li me punu, lip me mësu, slip mu lodh, është rran me thonë du më bu subspecialist i një lëmijës në mjekësi, është rran, ama lip me caktu ti qëllimi, ama jo valla, unë e kam qëllim mjek, ama kur as nuk mësoj, as nuk lexoj, as nuk rrin me xhisit harit, po s'mundesh me bu. Nuk mundesh me bu, do të thonë janë dosene që kërkohen vazhdimisht. Pikë tjetër është lumturi në adhurim, që tu kena defekt kit ummeti i Muhamedit alayhis salam. Do të thonë ndajherë shpesh herë bojnë adhurimin rutinë. Subhanallah, kena mu usil të çka pjesa e rutinës, janë edhe 3 pika apo që kanë fol për rutinën. Është problem be subhanallah me jetu tan jetën edhe me pat, për shembull ti tan kohën falesh, kurse kisho imanin në Allah, di. Falesh, edhe falesh shpejt. Me bëu me të pa dikush ti falesh ka dale. Me bëu mos më kanë për shembull dikush ti munjer për anë namazën e akşamit 25 sekonda e fal. Pse? Se ti si të shiu s'ke lumturinë adhurim. Për shembull s'mund të po ti jetë lumtur ti, edhe non stop ditë për ditë namazin e fal ti shpejt. Nuk e ke çasti për shembull munale ta mendoj kur ti qush durt Allahu Akbar. Kujt u lidhve? Kur ti thon Allahu azza wa jall Allahu Akbar, çka i bie çka simbolik? I bie ti thua Allahu azza wa jall Allahu Akbar, dunjon e lash mbas, po lidha me ti ju Allah. Domethon komunikimi drejt për drejt me Allahun azza wa jall, ama ti nuk e shijon, pse se non stop e keni edhe gjunaj është pengesë është, domethon çu ka bë rutinë, ka pengesa të ndryshme, edhe ti nuk e shijon vazhdimisht, edhe e fundit është knatësi me kaderin që elhamdulillah te Allahu azza wa jall, për shembull ato që janë të rregullt namaz, ato që janë të rregullt ligjërata, ti kjo pjesë nuk kanë problem. Për shembull me dekti baba, a e nis vajton? Jo se anis me vajtu, ti i knash me kaderin Allahu azza wa jall, edhe i knash për shembull çfarë situatë ka pru Allahu azza wa jall. Për shembull nuk li më kanë xhelos ti një vllav jot çto mezlis, ka pasuri, edhe ti je fukara, Allah të ka sprovuar ti më thon, po Allah, çka kam bënë që s'u jep ti mua edhe jep atij, për shembull. Me veç me bëu çka pyetje kjo i bie që ti hala ki problem me kanë me knacin në kaderin Allahu azza wa jall. E dashur vëllazër besimtar. Si ta kuptosh, do të thon se nëse i tu jetu vërtet, e para është apet, a kam qëllim në jetë, banja këtë pyetje vazhdimisht jetës, do të thonë vetes tane, e dyta është a zgjohem, për shembull, a zgjohesh në herën sabah për dikan më shumë se vetja. Për shembull, ta mendosh që kjo është pyetje për ato që çon namaz sabahit. Kur çosh ti namaz sabahit, për kanë tu për veten me bënë ushtrim, jo ti tu çue me adhuru Allahun azza wa jall. E treta është, a ke lidhje me Kur'anin e Allahut azza wa jall. Defekti muslimanëve që jashtë Ramazanit, ndoshta lexojmë brenda muajit, ama hatme brenda muajit është pak problem me gjet musliman që lexojnë një hatme brenda muajit jashtë muajit Ramazanit. Ndoshta në Ramazan jep fokus 5 hatme, ama jashtë Ramazanit a di veç kur ti vjen në men Kur'ani i lexojnë 2 faqe që mos thojmë kaloj dita pa lexuar Kur'an. Kjo është fatkeqësi që e lexojnë vetë herë, di. Unë ja këto ditë çket ligjërat, çket pjesën ja adresoj vetes më shumë. Do të thonë më marr më shumë me Kur'anin. Nëse do me xhallëru jetën tane, pa Kur'an s'mund të xhallëru. Do të thonë është defekt i madh nëse mendon me xhallëru jetën tane pa lexuar librin e Allahut azza wa jall, e pastaj është apo bëhemi çto a ka musliman që kjo ja ka dhënë hedije sot, nëse dikush më thotë çto. A ka një musliman që e ndjen veten e vet që ditë për ditë që i kalon bëhet më i mirë. Me mendue se e djeshma akonën ka përci. Sot unë jam më i mirë se dje. Nesër ka më kon më i mirë se sot. Mas nesër ka më kon më i mirë se nesër. Akon e musliman çto. Ditë për ditë me përmirësu veten. Sahabit shokët e pejgamberit alayhis salam transmetohen se ose Abdullah ibn Abasi, ku thotë që non stop e kam theksu vetes temi kam theksu, mos gabon me të kalu dita tjetër, do të thonë pa u boti ndaj vepër më të mirë se çka e bën e dje. Por shembull çka dita ju është më e mirë se dje, se ndoshta dje s'keni nguli ligjërat. Ama sot nuk keni nguli ligjërat. Ama e nesërmja, a mund të më kanë kështu? Po mund të më kanë me shkutën ai host tjetër, se ka ligjërat. E dilla, e hana, e marta, me botë diçka. Nuk është point ta vesh ligjërata me ngushtë 7 ligjërata njoft. Pointa është nesër ban ai hajrat, mas nesër thrin ai musafir. Ama veç për Allah. Do thonë mos e ngatroni jetën. Ç'kjo është me jetësu jetën më drejt, edhe fundit është nëse vdes sonte, çka kanë përgatitur ne për ditën e Allahut azza wa jall. Për shembull sot me dik, para mendonim, ne nuk e dina caktimin e Allahut azza wa jall, e ndëgjuan ligjërat Hoxhës Bekirit dje që ishte mojt me një podcast të sunulloj. Para mendoti me mendu tash realisht, çtu jena ne bashkë, apo elhamdulillah Allah azza wa jall na ka bashku zemrat, më kanë në çket mezhlis bashk. Para mendoj mos e mujt me dal pse ai dele. Çka i thua Allahut azza wa jall? Do të thonë cilla është vepra jote që ti do mu taku me Allahun, vepra jote e fundit ka me taku Allahut. Kema te mutune tu ba'thun. Çish keni me dek, keni murin gjallë. Do të thonë, cilat janë ato veprat e tua që ti bëhet që murin gjallë te Allahu azza wa jall. Do të thonë, çka është ajo jetesa që e mendon muslimani vazhdimisht. E dashur vëllezër besimtar, çka e kam edhe një sen për juve, çka tu të lëviz ty më shumë jetën tonë. Për shembull, a tu të lëvizën dunjaja ahireti. A ka një, do të thonë, një çase, një fotografi e qartë.
Mendoje tash një tëntane kështu, shka tu të livrit një tëntane? Ai tu ngarin më shumë mas punës, a më shumë mas imanit. Ai tu ngarin më shumë mas përkohshmës, ai tu ngarin më shumë mas përjetshmës. Do thonë, ba një pyetje, mendoje tash. Nuk folna këtu në me lënë dunjon mas. Nuk guxojna mi keq interpretu ligjëratat. Ne folna me pa ti prioritete. Që tu un jam dëshmitar dhe kam qenë para Allahut azza wa jall dëshmitar, se u keni ndopi kohësuve, keni ardhur me ngu ligjërat. Unë kam qenë dëshmitar. Pse se ju çtini të kontribu me art me përmisu veten e juve, do thonë ju keni ardhur su për çka ke ardhur? Kjo është më mësu diçka të re, që nesër me patjetën tonë më ndryshe. Është e qartë kjo pjesë. Thonë mund me pa dikush një jetë ndryshe, ama njëti kryesor është ti me përmisu veten tonë vazhdimisht. Çiket njëtin e juve, çiket punën e juve e vlerëson Allahu azza wa jall. E dashur vëllezër besimtar, tash e bëjnë dallimin se çka çe përshkruan Allahu azza wa jall, jetën e ahiretit edhe jetën e dynjas. Për shembull, Allahu azza wa jall thotë në Kur'an: "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Kush e mposh xhenemin edhe e fiton xhenetin, ai ka fitu. Dunjaja e kësaj bote nuk është vetëm se një përjetim mashtrues. A di ç'është kjo pjesa? Ti jeton, ki hiqe tu, nejte 5 minuta dole. Do thonë përjetim mashtrues. Allahu azza wa jall botën e ahiret ç'e përshkruan? Thot: "Bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa." Allahu azza wa jall thot: "Ju e parapolqeni dunjon më shumë, ama thot ahireti është më e mira për juve, thot edhe është i përhershëm." Tash e marrën një shembull me kuptuar më drejt. Nëse një nxënësit i thuhet, që është me një shkollë, i thuhet: "Kimë pat një provim një orë. Një orë e keni provim. Nëse brenda këtij provimit kalon mirë, këtë jeta jote ka mund varën mas këtij provimit, ose për ka e mira ose për ka e keqja." Çka kishmi bën ne nëse e kishmi pat diçka mundësie? A e kishmi lënë habe se provim është ta? Jo vallahi, nëse varet këtë jetë ime për një orë, fokusin më të madh e kisha dhënë te çaj ora. Pse se e ndryshoj këtë jetën time? Ai çfarë shembulli është ky? Jeta e dunjës karshi, jetës të ahiretit është sikur një orë kësaj bote. Një orë jeton ti këtu. Tash i tu dash ti me hub këtë ahiretin për jetësinë për një orë kësaj botës sa. Unë e di që gabon. Unë e di që të kemi bën gjunaje. Unë e di që edhe unë baj gjunaje. Unë e di që çdo musliman bën gjunaje. Ama ajo na kërkohet non stop të përmisu veten. Nuk guxon besimtari mi jetu dhe mi thon vetes, valla mashallah jam unë di. E kam rrinë nivel. Po s'mundesh me rrinë nivel. Ulemat më të mëdhenj dinit Allahut azza wa jall. Shokët e pejgamberit alayhis salam janë tut me shku te Allahu azza wa jall me gjendjen që janë, që me krahasu gjendjen tonë me gjendjen e shokëve të pejgamberit alayhis salam, i na largësi sa ne këtu drejt me hanën. Do thon edhe ne luajmë guxojna me ne rahata. Do thon çto ligjëratave ne na përmisojnë. Kush ato punu për me të përmisu ty? Nuk guxon besimtarit me ik dy sene e para, ligjëratat edhe e dyta librat. Nëna umet që mas pakti lexojna. Do thonë, nuk guxon ti me qëndru, valla libri i fundit që ka qenë klasën e 8 ose vitin e 4 shkollës mesme kam lexu. Po çfarë muslimani? Çfarë muslimani që po du më kanë musliman ideal? Ti li mundon non stop me mendu. Këshire, hoxhallar ti kanë pru çto libra apo? Hoxha Bekiri, hoxha Rafeti, hoxha Remzia i kanë pru çto libra. Çto libra nuk janë vetë heshëm me net. Këto libra janë mu marr mu lexu për ato që e din gjuhën arabe, a për ato që s'e din, li mu koncentru nëse do me bëj jetën tonë të mirë. A nëse do me pat jetën, valla veç me harxhu kohën time, razi kofsh, veç inshallah të ka plan rahmeti Allahut me në xhennet se me punët e tua, valla se ki rrugën për xhennet. Do thonë, ne na vet kritik, edhe pse na vet kritik, ne nuk guxojna me pat non stop kritika, ama kur e kritikojna veten, edhe kur e kritikojna xhamatin, ne dojna më përmisu. Kjo është sigurisht shembulli që e përdorin, është shembulli stër përdorur shpesh në jetën e muslimanëve që kur shkosh në mjek ta prek varën. Pse ta prek varën? Ta prek me ta shnosh, jo me të lëndu ty. Edhe ne kritikojna me jeshnush njëri tjetrin. Se ne kena mbet mbas, për shembull, vallahi është një anketë që turp vjen me lexu. Me marr shkollat e mesme që lexohet, do të thonë Republikën e Maqedonisë Veriut, sidomos anën shqiptare, do të thonë del 2.2% që lexojnë, do të thonë muslimanë, edhe jo muslimanë që lexojnë për shembull libra. 2.2%. Do të thonë 90, do të thonë sa vjen 97.8% lexon kërkush. Lexon veç ato libra që e kanë marrë notën edhe selam aleikum. A umeti pejgamberit alayhis salatu wasalam dikur është shumë, për shembull Andaluzia. Pse është shumë? Se ka pas shumë ilm. Pse është super Andaluzia s'manë shumë ilm. E më vitet Abbasite pse shumë ilm. E ne nuk mendojna me ndryshu umetin vetëm me ilm. Edhe nuk ka rrugë tjetër vetëm mu bë njëri shkollum edhe të përmisu veten tonë vazhdimisht. E dashur vëllezër besimtar. Tash e kena një pjesë tjetër që thotë pse vetë shumë njerëz ekzistojnë. Për shembull, çka pyetja lind shpeshherë. Pse shumë njerëz vetë ekzistojnë? Këshire ti mundesh me thonë jam tu jetu, ama realiteti jot ato tradhu. Ti mundesh me thonë unë jam tu jetu, vallai jam tu jetu, ama realiteti jetës tonë vazhdimisht ato tradhu. Për shembull, pse vetë shumë njerëz ekzistojnë? Këtu kena 3 pika. E para është kanë rutinë pa qëllim. Është mirë me pa dënia rutinë, për shembull të ecmës, me rozaif, me bo sport rutinë. Ama me pa të rutinën pa qëllim është problem. Për shembull, jeton ama nuk mendon. Ti jeton ama kur se lodh trunin tan. E dyta thot
vrapon ama nuk e di ku shkon. Këto janë domethënë të përcaktuar me ulemave. Thot ti tu vrapu dikon, ama nuk e ke destinacionin e dur ku të shku. Për shembull, e kena një mësim këtu. Për shembull, ti shkon punë, ama kur shkon punë ti e ke dosat në punë, di? Lodhesh, jam të shkon punë, di vetë pse më marr një rrugë. Po zguzon po muslimani kështu. Ti li me pa qëllim të madh, rutina e shkollostane që shkon ti në punë, shkon në shkollë, shkon dikun, li me pa një qëllim. Pse shkon punë ti? A ke vënë pse shkon punë? Shkon punë me fitu dinarin halal. Se te fitu dinarin halal, çka e çon në shtëpi. Allah azza wa jall ta regjiton si sadaka, edhe nesër kemi pas probleme për çat punën që e ke bu, edhe fëmijën që e ke rit halal, edhe nesër çaj fëmia jot ka marrit dikun. Këtë ndërlidhshmëri. Ti shkon me pi kafe, ama shkon me pi kafe, jo me takuna e vëlla, me knoç, zemrën e vllavit, ti shkon kafe me hub vakt. Domthon, ne kena do rutina pa qëllim, ose për shembull tjetra, ti del me ec, ama nuk e të ditë ku të shku. Ku të shku nuk e di valla. Çu se di ku të shku? Po pse ke dalë me ec? Po çevesh me hub do vakt. Veç ne kena vakt me hub. E kuptoni? Allahu azza wa jall, e para që është përmortuar është wala asr pa shakon. Veç ne kena vakt me hub. Allah e kërkon që ti me pat kohën tane maksimalizume veprat që i bën vazhdimisht. Kemi kërku kohën, ama s'ka me të dhonë mas e mundësia. Kur tu ish, rab bërgjion, Allah këthejëm edhe njerë, ama Allah e zvogjel s'tajep mundësien. Thonë, kemi e thonë qatë mundësi se kemi anis mutut për Allah të zvogjel, ama Allah e zvogjel s'tajep. Për që këtë arsye, ne kena këtu që ta këthejna vetën tonë, që ta jetojna jetën çdo moment që e kena, do thonë tjetës tonë. E dyta është, dunjaja, do thonë, u bë qëllim. Është hadith i famshëm i pejgamberit alayhis salatu wasalam, ku thotë, kush e bën dunjan brengën e tij kryesore, Allahu azza wa jall do t'i shpërdoj punët e tij. Për shembull, a e ke dunjën? Tash me marr një shembull me kuptu drejt. Haxhilert janë nis dje dhe sot apo? Edhe sot ditë nisën do haxhilert që kanë me të pashku. Me pashku mi vet ato haxhilert, që ato parë që i keni dhënë për në hax. 7.000 euro, 6.950 sash, nuk e di sakt. Që ato parë që i keni dhënë për hax, edhe më ju thon çative haxhilerëve, a kishim shumë me sos ndaj punë? Çdo njëri kishte thonë, unë bile kam ndaj martesë, unë kam fejes, unë kam renovu shtëpinë, kam ndru kerin, kam probleme tjetër se, kupton? Çdo njëri ka. Çka kanë bëu ato? Çat pasurinë e vet e kanë dhënë din të Allahit. Ato për vetin atë shku, kur kujt janë ti bohajr, i kanë dhënë për Allahun azza wa jalla dhe ato janë të shku ku me kry kushtin e pesë të Islamit. Pse? Me shpëtu çafën e vet pizon me xhenimit. Domethën, kur ti e ke ahiretin, jo dunjajën, se kur e ke dunjajën, s'ni mrin punë, ti ki groga ma ti s'dalin parët, ti ki do pasuria ma s'tmlon bira, ti mlon 2 bira, qenë 2 bira tjera. Ti e ki një sprov, sa më shen një sprov Allah, ta çon sprovën tjetër. Pse? Se ti dunjan e ki qëllimi kryesor, se ki ahiretin. Ato që e kanë ahiretin shkun, do të thonë hax, se ne kena një problem, se shpesh herë na komentator. Zguxon muslimani më kon komentator, u shtrejtu haxhi. Pashallah sot është më lir haxhi sa ka para 30 vjetë. Me krahasu me lira, 25 lira, 30 lira, sot haxhi është më lir. Ne nuk kena avokatur të basis islame me kallzu sa është haxhi. Ne veçën ato kallzu që tu, se haxhi janë më lir se çka kanë. Fundja, para 10 vjetëve haxhi ka qenë 2000 euro. Pse s'keni shku? Pse s'ke shku? Po ki gjithë arsye, do të thonë, jo se pe baj sot, jo se pe baj nesër, e tash kur shtrejtohet, përpara kishte vend me shku, tash presin ndoshta deri 2030, nuk të pranohet emri disa shkosh tash. Për këtë arsye, kur ta kish dunjon qëllimin tan kryesor, Allah ti shpërdon punë, s'nim lidh punë. A kur e ki ahiretin thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, ti punë të shpërdon me vetëm lidhën. A dhe Allah azza wa jalla, e ki pa ti shti do kocka, mozaikat janë. T'hin kockat vet. Çu shobo Allah, le Allah azza wa jalla. Për këtë arsye, do të thonë, e dyta si problem është që dunjon e kanë qëllim edhe ahiretin se kanë qëllim, edhe e treta është harimi i ahiretit, për shembull e haron ahiretin, që thot Allahu azza wa jall, wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum. Mos u bani sikur ata që e harun Allahin, Allah i boni që ato me haru veten e vet. O ju musliman, kur e haron ti Allahun azza wa jall, mos mendon se dikujt i bandam. Kur ti se fal namazin vetën e dik. Kur ti nuk e fal namazin, nuk i përpikt në adhurimin ndaj Allahut azza wa jall, kërkuj si bandam, pasha Allahin kërkuj si bandam. Kur ti sagjeron, a dëmton dikush? A mendon se dëmton madhrinë e Allahut azza wa jall? Për shembull, mos falja namaz dhe mos agjërimi jota. Pasha madhrinë e Allahut, sikur këtë dunjë mos ma agjëru Allahut azza wa jall, as 0.1% të atomit që ekziston nuk mund të bëj dëm Allahut azza wa jall. Adhurimi ty të pështon. Nuk më pështon mu. Adhurimi ty ta letson. Adhurimi ty të sin xhennet. Nuk më shtim mu xhennet. Adhurimi jo ty ka mu të bëj dritën var. Adhurimi jo ty ka mu të bëj, domethënë, peshor në veprave të mira, ka me ta peshu që ti me mujt me patjen në tonë macel. Adhurimi jo ty ka me ta shën dritën, urrë me siratin ditën që nuk ka dritë tjetër post dritës të adhurimeve tua. Do të thonë, kur ti ban dëni, kur e ban në lëshim karshi adhurimeve të Allahut, ti veç vetes i bandam, kërkuj si bandam. Për këtë arsye, adhurimi jot, realizimi i adhurimit tan, ty të shton, edhe kërkujt nuk i ban hajër. E kur ti adhuron Allahun azza wa jall, Allahu azza wa jall do të thonë ti leçon vazhdimisht pjesët e tua ti dastane. E dashur vëllezër besimtar,
Janë edhe disa pika tjera që nuk kishim dashur me stërgjat, po me detajzu disa sene që me patën vazhdimisht më të qartë se pse ne duhet me jetu me Allahun azza wa xal. Për shembull, jeta me Allahun është me namaz. Çdo njeri që e di se pa namaz nuk i shije. Mund të më thon dikush non stop namazi, xhenemi shpesh. Atë dinjer do tema trajtohen shpesh. Edhe kur trajtohen shpesh, dyqysh i hub sensi i asajna që ti lip me përjetu. E për me non stop fal namazin, dyqysh të hub ndjenja që ti me shiu namazin vazhdimisht, apo. Ne kena me thonë një zgjidhje tash. Kur ti non stop përmendet namazi, për shembull përmendet xheneti, ti mënoj xhenemin. Nëse nuk hin xhenet, ku kemi hi? Në xhenem. Nëse nuk e fal namazin, çka kemi bë? S'mundesh më kanë, nuk ka shansa teorike ato që s'falin namaz, më kanë pi muslimanëve që bojnë punë të mira, bojnë punë të këqija. Për shembull, sa herë menojë të kundërtën, kur folet për namazin, kuptoj se ai që se fal namazin, ka di dhe kërcënuese. Veç Allahu azza wa xal, ndosh dikan me rahmetin e vet, me shtin xhenet, se me matematikat, argumenteve sheriatike, që i ka zbrit Allahu, çaj që s'fal namaz, rrezik maksimal me xhenet. I të rrezikun 99.9% xhenetin tan nëse s'fal namaz. E kupton? Do i mendon rreziqet që atëherë të bëhet shija e namazit më e mirë. E dashur vëllezër besimtar, mujna me marrë edhe një pikë që është për shembull duajën që ti e bën vazhdimisht. Janë namazi, zekati, këto kushte islamit i dini, po ndalmi te namazi vazhdimisht është shtylla kryesore. Kur ti bën dua, a di me kanë tu fol. Për shembull, a e beson kur i çon durt, edhe unë e di që ftyrat e juve nuk janë ndritshme rastësisht veç pi dritave. Ka nurt ftyrat e muslimanëve vazhdimisht. Vallahi, këtë them pa lavdac. Do thonë, do njerëzi e shijojnë imanin mirë. Kur i çon ti durt edhe i thua Allahu azza wa xal, o Allah, unë kam çket filan xhunaj, adreson Allahut azza wa xal, a e beson se çka komunikimi jot, ato të ngua Allahu azza wa xal drejt për drejt. Do thonë, nuk është komunikimi jot nëpërmjet duajës me Allahun azza wa xal do si do. I tu forcë kur me ai shok. Nuk është kur të ndalësh para Allahut azza wa xal. Pse preferohet në mesin e natës, para namazit sabahit, mu që mi fal, do të thonë 2 rekate namaz me bëu dua, pse? Se çatëherë kët ummeti fle. Kush fal namaz natë? Edhe ti çosh, edhe ja lip Allahut azza wa xal, Allahu çka thot? Unë krenona me çket. Çështu ti e jeton jetën. Se ti i lip Allahut, Allahu ta jep. Ti thua Allahut, o Allah më fal, Allahu të fal. Ti thua Allahut azza wa xal, o Allah, do të thonë falni çdo gjuna që i kanë bërë kalumut, Allahu ti fal gjunat. Kur je 0-0 me gjuna, çka do të thonë? A di çka i bie? Se ti knatesh të e shiu imanin në Allah. Se pengesa kryesore për me shiu adhurimet është gjunahi jot që ti e bën vazhdimsi. E dashur vëllezër besimtar, pikë tjetër është vetmia. Për shembull, çtu tritjen edhe alhamdulillah që jeni tri shumica. Shumë njerëz ndryshojnë kur mesin vetë, edhe çka është fatkeqësia e madhe e umetit. Për shembull, nëse kur i e vet i e shejtan, pasha Allahun para njerëzve nuk i e me laçe. Herdo kurdo Allah i ka me ta zbardh thyrën. Nëse kur i e vet i ban do punë që tutesh mi bëu para njerëzve, që kjo të ban ti me kalu pin jetesën në ekzistencë. E në të fol për jetesën. Nëse do me jetu me Allahun azza wa xal, ta di se Allahu azza wa xal, raporti jot me Allahun është çtu, definicion i drejt për drejt. Nëse do me di çysh je me Allahun, sot hiç më nesër. Tash në moment kujtoj ditët e kalume kur i kam vetë çka ki bëu. Veç kërkuj s'ka po. Mendoj, nëse do me ditë 100%, pasha madhrinë e Allahut garanton se nëse ti je i mirë në vetmi me Allahun, që thot Allahu azza wa xal, nuk do ta djeg trupin e besimtarit një syn i cili loton kur është vetë dhe kujton Allahun. Ne na të fol për të kundërtën e kësaj, për ata që shikojnë haram, që bojnë haram, që mundon me gjithë skuta pa me bo haram. Çka i bie kjo? Që ti nëse je shejtan vetmi, s'mundesh më kanë me laçën publik. Normal, në thoj za folna. Do thonë, nëse je i keq i vetës tane vetmi, ta di se çat publicitetin që e kallzon para njerëzve. Mashallah, unë takva, unë 5 vakte namaz disen, Allahu azza wa xal herdo kurdo ka me ta qit ftyrën tane ku para këtë ummetit. Për këtë arsye, që thot Allahu azza wa xal, "Wa ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur." Allahu azza wa xal e di tradhtin e sinit tane, di? Kur e kshir dikan shtremt. E kshir shtremt, ama ti kur gjo skime njëri, ama ti e kshir shtremt. Allahu azza wa xal thot e di çdo tradhti, e di tradhtin edhe sinit tan kur kshir telefon. Kshir pak haram e hek se çe dikush. Nëse je vetë e kthejnë afet. E di Allahu azza wa xal. Për këtë arsye, nëse do mos me kalu prej jetesës në ekzistencë, ki kujdes me haramin. E dashur vëllezër besimtar, dy shembuj si jetohet me Allahun azza wa xal. I pari shembull është hadithi pejgamberit alayhis salatu wasalam që transmeton Tirmidhiu ku thot, edhe Imam Muslimi. Thot ky është hadith i çuditshëm. Pse është hadith i çuditshëm? Është ngjarje me dy njerëz. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam. Thot prej xhenetit ka më marr një njeri i cili ka qenë shumë fukara në jetën e vet. Para mendo shumë fukara, shumë ka hek. Nëse na fukara asnjëri çtu. Vallahi si na fukara. Vallahi ne kena me hon, kena me pi.
Ne kena shtëpiat e tona, ne kena kerat e tona, ne kena telefonat e tona. Vallahi ne jena shumë pasur, ma ne për luksin e fukaron. Thot pejgamberi alayhis salam ka u marr një i varfër i skajshëm. E di që ndoshta me javë ka kaluar i buks ka hang. Ndoshta me muj ka ndodhur që te shtëpia vetë është kallë, do të thonë çymeti për me pik diçka. Thot kam u marr edhe, thot kam u vet, thot mos i ka hyrë në xhenet. Thot ai kombe thot ndaj herë thot ti, e di, me atë gjendjen e rëndë jetës tane, atë kujtohet ndaj gjendje e rëndë jetës tane, thot jo pasha Allah, kur s'm kujtohet ndaj gjendje. Çysh be ti tani jetën ke jetu, u fukarallok s'kujtohet asnjë gjendje, pse? Se xheneti është shumë i shtrenjtë, edhe e kundërta. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, kam u marr thot një njeri që ketë lukset e dunjas i ka pat në dorën e vet. Edhe këtë dunjan e ka pat në dorën e vet. Edhe kam u marr prej kuj prej zarin xhenemit, edhe kanë me vet thot. Ai kënaq me herë të jetën tonë, thot, jo pasha madhrin tonë, o Allah kur s'jam kënaq. Çka i bie çka ditë? I bie që nuk është me rëndësi ti më jetu me pasuri. Normal, besimtari më i mirë është ai i cili jep sa i çmerr. Ama nuk është me rëndësi çdo herë ti më jetu me pasuri. Çdo herë është me rëndësi me jetu me iman. Për këtë arsye, hajt ta ngjallna imanin vazhdimisht. Edhe e dyta është si ngjarje, thuhet ka qenë një dietar, edhe ka qenë një njeri më shumë, edhe dietari e pyet këtë njerin e më shumë se ka qenë duke çajt. I thot pse tu çajt? Edhe në moment që njeri më shumë e thot një fjali që vallahi unë gjatë e mbaj mend. Thot nuk jam tu çajt se jam plak. Edhe dikush që ka vënë 70 vjet edhe jam nis me çajt, e di. Se tu do të thotë shku te Allahu azza wa jall. Thot nuk jam tu çajt se jam plak, thot po jam tu çajt se rruga ime drejt Allahut është duke mbaru, edhe nuk e di çu shka mec në këtë dunjë. Do të thonë, mundal më analizoj jetën tonë se ç'ket këtë dunjë është shumë një punë e madhe. Për këtë arsye dashur vëllezër besimtar, hajde pak ta ngjallna jetën. Gjallëroj imanin tan vazhdimisht, edhe është ajo që pejgamberi alayhis salatu wasalam ka qenë shembull i njerëzimit, që për shembull me marr me kuptu pejgamberin alayhis salatu wasalam sa ka qenë i sprovum. Subhanallahu, me bu me ardh në sprov, çka ardh pejgamberit alayhis salatu wasalam, nashta neve na ban për një ditë. Me bo, me një sprov te pejgamberit alayhis salatu wasalam, vallahi më ardh është një njerit, nuk mund të mendu se çaj njeri mund të mi bajt, ama Allahu azza wa jalla ka bëu që pejgamberi alayhis salatu wasalam mi bajt edhe mu bë shembull vazhdimisht. E ne tash e kena atë pjesën që a do më kanë shembull në jetën tonë. Pjesa e fundit e ligjëratës është që e banëm a jetu, ekzistu. Besoj e keni qartë tash, a jetoni, ekzistoni, jeton me Allahun, çetot me Allahun me namaz e madhurimin ndaj Allahut azza wa jall, e tash bëu shembull. Për shembull pejgamberi alayhis salam ka qenë shembull edhe për skaj shumë sprovave dhe sfidave që i ka pasur vazhdimisht. Për shembull, ne mund të marrtu një shembull tjetër. Për çka do dash më njoft? Kallzom drejt, ama për çka do dash më njoft? Vallahi billahi tallahi pëlqen mendimi i tjerëve kur më tregon për çka do dash më njoft. Ai dash më njoft për të mirë apo për të keqe? Çdo njeri thotë unë do më njoft për të mirë. Nuk ka dikush, veç budall mund të më vona njëri me thon unë do më njoft për të keqe. Çdo njeri prej neve do më njoft për të mirë. Ama s'u lind një pyetje. Ai të njoft, ai dash më njoft për të mirë, po. Shkaj të punu ti më njoft për të mirë. Nëse ti të punu vazhdimisht punë të hajrit, ki më njoft për të mirë. Mos ki dert. Vjen koha që ki më njoft. Ama nëse i tonet ke, do të thon, njeri që kur gjos livri, ke cenat i kije, thon kur rafsha mos u rafsha, këtë terminologji e përdor na shpesh herë, nuk mund të më njoft njëri mirë. Sa njerëz i ka shkupi, sa musliman? Kush e di sa musliman i ka shkupi? Haxhi Kenan? I ka dikon një 2 miliona, i ka jo. Do të thonë dikon 2-300 musliman apo. Sa njerëz të mirë nifon shkup? Sa njerëz të mirë, jam 10. Mos i një do slart, njerëz të mirë, që si një. Do të thonë pak kena shembujnë. Për çka arsye ne lip me kriju shembuj. Vazhdimisht. Ti bëu shembull, çonjoni bëu shembull, edhe ti ka njerëz shembull. Mos pretendoj se xhallar nuk kanë shembull. Nuk është tema jonë veç xhallart më kanë shembull. Tema jonë sot është xhamati më kanë shembull. Leni o xhallart, nasha gabojna në herë, kina gabimet e tona, kina gjunat e tona, bano ti si xhamat shembull. Mos u bana ai tipi që veç kritikon, veç drejton gisht. Bano ai tipi që në herë drejton vetin ka vetja jote, gishtin ka vetja jote, edhe e përmirëson veten tonë vazhdimisht, edhe dashur vëllezër besimtar, nuk mjafton vetëm me shpëtu veten tonë. Për shembull, dikush mund të më thonë, valla unë jam të fal namazin edhe elhamdulillah, edhe agjëroj agjërimin, ja diku ku muj sadaka, po për çet kjo arnita. Me pasardh pejgamberi alayhis salatu wasalam veç me thon pe pshtoj veten, sot ai shmikon në musliman? Jo valla, s'kishte ekzistuar dunjaja. Thon nuk është pojenta e muslimanit më kanë veç musliman për veten. Po unë jam musliman i mirë, zemrën e mirë, në shtëpi time këtë rahat. Kush të apo hajrin? Do thon ummeti kërkon burra që kanë me apo hajrin. Kur s'kena mujt më ngrit derisa nuk krijojnë shembulltyra të mira, edhe nuk krijojnë burra që kanë me ditë me vepru, edhe me sakrifiku gjithçka për dinin e Allahut azza wa jall, edhe është një ngjarje e fundit që edhe me këtë kena përfundu këtë ligjërat, që këtë kam për juve që është jashtë temës. Bismillah. Çka ngjarje kam rruar se kam kallzu kur në ligjërat asnjëherë. E kam lexuar ka ashta një 7-8 vjet. Duket në fillimet kur kam shkuar në Medinë, kam lexuar këtë ngjarje dhe shumë ka pëlqyer, ama shumë.
edhe tu me ndu thësha, të vaj diçka për juve, sidomos për juve të iniciativës, me thonë që edhe dhe njëherë kritikohesh, subhanallah. Është interesant që kritikohet njëri në herë edhe të dhem kritika agji. Vallaj dhem. Edhe të kritikon pa faj. A keni pa disa njerëzi të urejnë hiç pa pat kur gjo. Ti e nimon ai të urejnë. Ti e do, ai ta kthen me të keqe. E çuditshme që kjo. Pse aq është, no? Kena me tregu gënxarje. Ka qenë një ditë një gjarpën, edhe e ka pa një dizellonj. A dini çka dizellonja? A di ato do që hecin edhe bojnë dritë, tut bojnë dritë. Edhe në moment gjarpën i thot, ka me të hangë. Dhe dizellonja i thot, a unë jam mishjota, a trupi jem është për tyja? Thot, jo, nuk jeti ushqim jem, po pse do me më hangë? Thot, që jo drita jota të më pengu. O jo, vllazni dashur, a disa njerëzve ju pengon drita juve që bani ju. Pasha Allahin, drita juve që mani ligjerata, mani sene, bani njët, ju pengon shumë njerëzve. E mira, shumë njerëzve ju pengon. Për çka arsye, kur dikush të urrejnë pas një arsye, ta di se është një bazament kryesor sa i ka haset dhe xhelozi. Nuk do me të pa mirë. E të mojt ligjerata, pse i të mojt ligjerata? E kote veç do me të më shu. Për këtë arsye, ta dini se dritën e juve shumë njerëz i dojnë me shujt. Ama inshallah kur s'keni me shujt. Dritën e muslimanëve, dritën e dinit Allahut azza wa xal, këtë dunjoja lufton. Ama vetë shkon për hapet më shumë. S'munut më majt, që thot Allahu azza wa xal, edhe Adem Ramadani ka një ilahi, nuk më lodh me dilli me dërtet tuaj, e kupton. Ka me të kaplu kasmos. Do s'mundesh me mluti, s'mundesh me ndal dinin e Allahut azza wa xal. Për këtë arsye mësimi i Sanxharës është edhe njerëzit kur të urrejnë, edhe njerëzit kur nuk dojnë, edhe pse ndoshta ju ndihmon, mos u ndal. Mos ti se kritika, mos ti se akuza për ty, ni stop për me të nal. Du më ju motivu që më ju thonë, edhe nëse mbet veç që tunë, shoqat, veç, një, vazhdoje. Çka qenë Ibrahimi alayhis salam, një ka qenë, ama u mbet. Nuk varet, do të thonë xhamati pi numrave, sa njerëz i pat. Varet pi stabilitetit që e ke vazhdimisht. Ne lutem Allahun azza wa xal, që Allahu azza wa xal të na mundsojë që ta jetojna jetën duke qenë Allahu azza wa xal razi. Lutem Allahun azza wa xal që mos na bëjë pi atyve që veç ekzistojna, po të na bëjë pi atyve që jetojna. Edhe lutem Allahun azza wa xal që çdo njëri prej neve të bëhet shembull për me pasqyru Islamin formën më të mirë, e kur ta pasqyroj sot Islamin më të mirë ti Allahu azza wa xal dashte ti as dashte, kam ta dhënë xhenetin e vet. Unë e di që çdo njeri do xhenetin, e lutem Allahun azza wa xal që mos na ka të bunë çka të bim të hajrit, çka të mëzis të hajrit, na të bëjë në xhenet të veta. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.